Ja, se s'po kom qarë për 5 ditë. Sigurisht. Po me të vërtet nuk kanë faj as infermier, as mjek, se s'ka fajaj edhe nuk ka fajtore pëse në spital nuk ka banat elementare, nuk ka faj as doktor as infermier pëse në spital s'ka material me qka me punu ose pëse s'ka shtretër e shpese. Këtë u hini dreshqimate na, fatkesisht partitë, që unë jem apartijak, mos më intereson për partija, absolutikisht, mu më intereson me vlerësu një jenë që punën. Po pra. E kjo ka ndodhur fatkesia me mo të në Kosovë, që njerëz të partijak i kanë marrë posët, mendojnë mu pasuru për vetës që ju intereson heq. Na si popull që qarë, pe i shohmi, pe i prekmi për dit, edhe shukat në gjëmina. Po. E që kjo fatkesia me mo të na, shtire kim mu bo dikushe. Nuk duket e drejt nga që kërkoj e largimi ose suspendimi i fermiereve në këtë rast? Jo, absolutikisht, absolutikisht, unë djone e kam një vend, 24 orë punën, 2 ditë pushon. Nuk e ka morë pushimin e vjetë, halos ka mujtë me shrizu se ka shumë pak punëtur. Edhe nuk ka me qka me punue, se që ashtu e ka profesionin që të natën është në kam, se ajo është sterilizant, e aparata s'kam për sterilizant një jetëve, a lypë emergjit.